Në kantierin e aksit rrugor Qukës Qafploç po punohet me ritme të shtuara për të finalizuar këtë projekt infrastrukturor. Zëvendës kryeministri anjëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, teksa inspektoi nga afër ecurinë e punimeve, theksoi se synohet që kjo vepër të jetë e hapur për drejtuesit e mjeteve brenda verës së këtij viti. Për këtë ajo ka kërkuar që të punohet me dy turne. Tashmë jemi në fazën finale, ku financimi është siguruar, ku të treja fazat e këtij projekti po ecin në mënyrë të konsiderueshme, duke qenë se në një të përgjithshme të projektit jemi më shumë se 85% ecuri në të tre fazat e tij. Pra brenda kësaj vere ne duam që dorëzohet Qukës Qafploça. Për këtë arsye unë kam folur me supervizorin dhe i kam kërkuar që të qëndrojnë në kokë diçka që është zgjidhja përfundimtare, krijimi i dy turneve operative, që duhet nisin nga herët në mëngjes dhe duhet përfundojnë vonë në darkë, sigurisht duke plotësuar të gjitha kushtet e sigurisë në punë. Aksi Qukës Qafploç ka një gjatësi prej 43 kilometrash dhe me përfundimin e tij pritet që të shkurtohet ndjeshëm rruga nga Korça drejt Tiranës. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Gentian Gjyli bëri të ditur se mirëmbajtja dimrore këtij aksi është një tjetër sfidë, pasi rruga ndodhet në një lartësi të madhe, deri në 1200 metra mbi nivelin e detit, por që sipas tij ARSH ka eksperiencën e duhur për të garantuar që qarkullimi të vijojë pa probleme dhe gjatë stinës së dimrit në këtë zonë që është e njohur për rreshtet e dendura të borës dhe temperaturat e ulta.